Po, mirë se vini në këtë eksplorim krejtësisht të ri. Sot, le të bëjmë një udhëtim të thellë së bashku, duke vepruar si një udhërrëfyes për çdo nxënës të urtësisë që kërkon të kuptojë parimet hermetike të realitetit. Do të zbërthejmë disa koncepte mjaft të fuqishme që na ftojnë ta shohim botën jo si një grumbull sendesh të ngurta e të ftohta, por si një simfoni të gjallë dhe plot të ritëm. E jashtëzakonshme apo jo? Le të fillojmë. Lexojmë shpesh nga ky baloni këtë frazë monumentale. Asgjë nuk pushon, gjithçka lëviz, gjithçka vibron. Ky është një sekret themelor nga mësimet e lashta të Hermes Trismegistus, dhe besoj se vendos menjëherë tonin iniciatik të asaj që po kërkojmë të kuptojmë këtu. Për mijëra vjet kjo ide u është mësuar vetëm atyre që ishin vërtet gati të thyenin iluzionin e syve të tyre. Shqisat gjithmonë e thonë se bota është statike dhe se gjërat nuk lëvizin, por kjo sfidon absolutisht gjithçka. Kështu që mbërrim natyrshëm te pjesa e parë, ligji i vibracionit, ose e thënë ndryshe, universi si frekuencë. Tani, hidhini një sy kësaj, është absolutisht magjepse. Sipas besimit hermetik, a e dini cili është ndryshimi vetëm midis materie, energjisë, mendjes dhe shpirtit? Po, nuk është një ndryshim thelbësor, është thjesht shkalla e vibrimit të tyre. Për një nxënës të hermeticizmit, një gur i rënd dhe një mendim i lirë ndryshojnë fiksa ashtu siç ndryshon akulli nga avulli. Të dyja janë ujë, e vërtet, thjesht vibrojnë në gjendje të ndryshme. Materia vibron aq ngadalë sa duket e ngrirë, krejtësisht e ngurtë, ndërsa shpirti vibron në frekuenca aq marramendse sa që duket i palëvizshëm nga shpejtësia. Në thelb, universi nuk është një dhomë e mbushur me mobilje inerte, është si një orkestër e pafundme ku çdo gjë luan notën e vet. Kjo na çon te një temë edhe më intriguese. Iluzioni i materjes. Fakti që absolutisht gjithçka është energji. Për ta bërë këto pak më të prekshme, mendoni për malet e larta, metalin e ftohtë, apo edhe vetë trupa tanë fizik. Ne i shikojmë dhe mendojmë, wow, sa solide! Por, sipas këtyre mësimeve të lashta, dhe në fakt edhe shkencës moderne, s'ka asgjë të palëvizshme aty. Edhe ato objekte që duken plotësisht të ngrira, gëlojnë nga një lëvizje konstante mikroskopike. Janë thjesht modele vibruese të një energjie univerzale. Me pak fjalë, çdo atom rreth nesh është futur në një vale që nuk ndalet kurrë. Është vërtet e jashtëzakonshme kur e mendon kështu. Tani, le të lëm pak më njanë botën fizike makroskopike dhe të futemi te seksioni i tretë. Rezonanca e mendjes dhe vibracionit e mendimit. Okej, për të kuptuar mekanizmin se si mendja jon lidhet me këtë energji, na duhet të theksojmë këtë fjalë kyçe, rezonanca. Është tendenca e energjive me frekuenca të ngjashme që të tërheqin njëra tjetrën. E shihni, në hermeticizëm nuk ka asnjë ndarje, zero hapësirë boshe mes mendjes dhe energjisë. Mendimi nuk është thjesht një ide abstrakte që fluturon aty në kokë, ai është një forcë, një transmetues aktiv. Gjendjet tona të brendshme funksionojnë fiks si magnete. Nëse mendojmë në harmoni, atëherë ftojmë harmoninë në jetën tonë. Por negativiteti dhe frika, ato thjesht tërheqin vibrime të njëjtës peshë të rënd. Ne bëhemi ajo me të cilën rezonojmë. Dhe këtu kemi një kontrast vërtet të bukur vizual mes këtyre dy botëve. Majtas, shohim ato frekuenca të rënda e të paqëndrueshme, frika, urrëtia, kaosi. Këto gjendje e mbajnë vetdijen të ankoruar ulët, si të ishte e lidhur me zinxhir në tokë. Por hidhni sudjaftas, kemi vibrimet e lehta dhe harmonike, qetësinë, vetkontrollin, urtësinë. Kuptoni çfarë ndodh? Është një zgjedhje. Emocionet nuk janë thjesht një tekat e momentit që ne i ndjejmë, ato janë nivele reale vibrimi që modelojnë vetë realitetin ton. Pra, pyetja natyrale është, si mund ta zotërojë një nxënës i urtësisë këtë proces? Shkollat e lashta iniciatike kishin hapa tepër specifike për këtë. Së pari, meditimi, për të sjellë mendjen në fokus. Pastaj, disiplina mendore, për t'i thënë ndal mendimeve të kota dhe zhurmës së jashtme. Heshtja, për të dëgjuar ato frekuenca të vërteta shpirtërore. Dhe patjetër, kontrolli emocional. Transformimi vërtet, ai thelbësori, ndodh pikërisht kur ne bëhemi mjeshtër të instrumentit ton të brendshëm dhe mësojmë ta akordojmë atë me vetdije të plotë. Kjo na përgatit terrenin në mënyrë të përsosur për seksionin e katërt, alkimia e shpirtit, ose siç njihet në rrethet ezoterike, vepra e madhe. Të gjithë kemi dëgjuar mitin e alqimistëve që kthenin plumbin në ar apo jo? Po, rezulton se është një metaforë, por një metaforë briljante. Plumbi ai jemi ne,
në gjendjen e ignorancës, me një vedije të rënde të papërpunuar, ndërsa ari simbolizon një mendje të rafinuar e të ndriçuar. Synimi vërtet nuk bëj fjalë kur për të mbushur xhepat me monedha floriri, por për të ndriçuar shpirtin duke e shndruar një vibrim të ulët në një frekuencë vezulluese, të artë. Kërkimi alqimik ishte gjithmonë një kërkim mbi ngritjen e vedijes. Dhe kjo është një nga pikat më me rëndësi. Shikoni, vetë përmirësimi nuk është thjesht një çështje morali. Sipas teksteve hermetike, ne nuk po përpiqemi thjesht të bëhemi të mirë, vetëm sepse kështu thot shoqëria. Është thellë një proces krejtësisht energjetik. Për të ndryshuar realisht përvojën e jetës, ne duhet të ndrojmë frekuencën. Është si të kalosh nga një stacion radioje në tjetrin. Ky është një ndryshim themelor, si në fizik, ashtu edhe në metafizik. Le të kalojmë te seksioni i 5 dhe i fundit për sot, harmonia kozmike dhe përshtatja me universin. Këtu shohim diçka fantastike. Universi, në themel të tij, është një strukturë ritmike ku absolutisht çdo gjë rreh në një ritëm të caktuar. Të lashtët nuk i shihnin planetët, yjet, muzikën apo madje edhe matematikën si deg të ndara. Për ta, ato ishin një pjesë e së njëjtës enigme të madhe. Një formulë matematikore, një konstelacion apo një notë janë thjesht gjuhë të ndryshme që po shprehin eksaktësisht të njëjtën të vërtet vibracionale. Një rend madhështor, i përsosur. Dhe pikërisht sepse traditat e lashta e kuptuan këtë, ata krijuan mjete shumë specifike dëgjimore dhe simbolike. Muzika ceremoniale, ato mantrat e përsëritura vazhdimisht, arkitektura që sheh në tempuj, dëgjoni. Ato nuk janë thjesht dekor. Ato janë teknologji e mirëfillte të lashtle. Janë dizajnuar për një qëllim shumë të saktë, të kapin një mendje kaotike, ta disiplinojnë atë dhe ta ngrenë vetdijen njerëzore lart drejt dritës. Kjo na sjell natyrshëm tek thelbi i gjithë këtij mësimi për çdo nxënës të vërtet. Ai që zotron vibrimin e vet, fillon të harmonizohet me ritmin e universit. Në fund të ditës, gjithçka ka të bëjë me sovranitetin. Mjeshtërimi i botës sonë të brendshme nuk është një truk psikologjik sa për të kaluar stresin. Është vërtet çelësi kryesor. Kur arrim të akordojmë veten, ne përfundojmë duke luajtur fiks të njëjtën melodi me vetë yjet. Dhe e gjithë kjo na lë me një pyetje jashtëzakonisht provokuese. Mendojini pak këtë. Në çdo sekond të ditës sone, ne po i shtojmë një notë dhomës së madhe të jehonës së universit. Kështu që lind pyetja, çfarë frekuence po rrezatojmë ne fiks në këtë moment? A jemi duke shtuar harmoni apo jemi duke shtuar zhurmë në simfoninë e madhe kozmike? Shpresoj që ky shpjegim mbi urtësinë hermetike t'ju ketë dhënë diçka të thellë për të reflektuar. Faleminderit që më bashkuat në këtë rrugtim dhe deri herën tjetër, mbajini ato frekuenca të larta.